Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të diskutojmë rreth temës mos u besoni betimeve dhe justifikimeve të hipokritëve. Do të bazohemi në 3 ajete të Kuranit familjar, nga ajeti 94 deri në ajetin 96 të surës Tauba, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kur të ktheheni te ata, do t'ju vinë duke u shfaqsuar. Thua ju, mos kërkoni falje, sido që të jetë ne nuk ju besojmë, sepse Allahu na ka lajmëruar për qëllimet tuaja. Me siguri, Allahu dhe i dërguari i tij do t'i shohin veprat tuaja. Pastaj, ju do të ktheheni tek ai, që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme, e do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen për Allahun që t'i lini. Largohuni prej tyre. Ata janë të ndyrë dhe strehimi i tyre është xhehenemi. Ky është dënimi për veprat e tyre. Dhe ajeti i fundit që do diskutojmë për ditën e sotme është: ata do t'ju betohen që të jeni të kënaqur me ata. Nëse ju do të jeni të kënaqur me ata, dijeni se Allahu sigurisht që nuk është i kënaqur me popullin e pabindur. Ajeti 94 deri në ajetin 96 i surës Tauba. Kjo seri ajetesh që citova për ju të nderuar dëgjues dhe shikues, gjithashtu flet për veprimet djallëzore të hipokritëve, u heq shpirtin e veprave të tyre dhe i paralajmëron muslimanët që të mos mashtrohen me veprimet dhe fjalat e këtyre hipokritëve. Ajeti 94 nis duke thënë: kur të ktheheni tek ata, do t'ju vijë duke u shfaqsuar. Fjala do të vinë që është foli në kohën e tashme, tregon se Zoti më herët e kishte informuar profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët për këtë çështje, që hipokritët gënjeshtar në përpjekje për shfaqsimin e tyre së shpejti do të vinë pranë profetit dhe shokëve të tij, andaj u mëson muslimanëve dhe mënyrën e përgjigjes ndaj shfaqsimit të hipokritëve. Këtu i drejtohet profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam si udhëheqës i muslimanëve, ku i thot: thua ju, mos kërkoni falje, sido që të jetë ne nuk ju besojmë, sepse Allahu na ka lajmëruar për qëllimet e juaja. Por, ndërkohë rruga e pendimit dhe e kthimit prapa për ju është e hapur, sepse Allahu xhaleshanhu thot: me siguri Allahu dhe i dërguari i tij do t'i shohin veprat tuaja. Është dhënë edhe një shpjegim tjetër për kuptimin e këtij ajeti familjar. Synimi i kësaj fjalie nuk është çështja e pendimit, por që në të ardhmen, gjithashtu Allahu i madhëruar dhe profeti, sipas shpalljes hyjnore, do të vihet në dijeni për veprat dhe planifikimet e hipokritëve, dhe ata do t'i hedhin për tokë dhe do t'i eliminojnë. Kështu që ju as sot e as nesër nuk do të jeni në gjendje të arrini diçka, i drejtohet dhe Allahu dhe profeti hipokritëve në këtë mënyrë. Më pas, shtohet se, duke u treguar në ajetet vijuese, se të gjitha veprat dhe synimet e hipokritëve do të regjistrohen dhe do të ruhen, dhe në botën tjetër do të japin llogari për atë gjën edhe më të vogël që ato kanë bërë në këtë tokë. Ku Allahu thot: pastaj ju do të ktheheni tek ai, që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme, e do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Në ajetin 95 sërish përmendet betimet e rreme të hipokritëve, ku thuhet: kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen për Allahun që t'i lini. Ata përdorin lloj-lloj metodash që të shuajnë zemërimet tuaja dhe të mos ndëshkohen dhe të shfaqsojnë veten. Ndonjëherë e tregojnë veten të pafajshëm me anë të kërkimit të faljes. Ndonjëherë pohojnë makatin e tyre dhe kërkojnë falje. Por sa të sinqertë janë ato, Allahu e din. Mbase me anë të njërës për këtyre rrugëve mund të ndikojnë tek zemrat e besimtarëve. Por,
besimtarët nuk duhet të bien prej e kurtheve dhe e mashtrimeve të tyre, sepse Allahu na këshillon në Kur'anin e shenjtë, largohuni prej tyre, largohuni prej hipokritëve. Por në shenjë kundërshtimi, zemërimi dhe mohimi, dhe jo në shenjë faljeje, thot Allahu xhaleshanhu. Ata kërkojnë që ne t'i lëmë. Lënia këtu ka kuptimin e faljes dhe lejimi ka kuptimin e përgënjeshtrimit dhe të mohimit. Këto dy shprehje të ngjashme me dy kuptime krejtësisht të kundërta kanë një shije dhe bukuri të veçantë, që për njerëzit me shije letrare nuk është e fshehur. Më pas, për ta theksuar dhe për ta shpjeguar dhe për ta argumentuar, Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, ata janë të ndyrë. Pra Allahu nxjerr në pa cilësinë më të keqe që kanë hipokritët, ku i thot ata janë të ndyrë. Meqense janë të tillë, strehimi i tyre është xhehenemi, sepse xheneti, të nderuar dëgjues dhe shikues, është vendi vetëm i të pastërve, ato të cilët kanë bërë mirë, kanë besuar Allahun xhaleshanhu me sinqeritet dhe nuk e kanë bërë këtë besim sa për shtyje faqe. Dhe vendi i të papastërve dhe i mëkatarëve është thjesht xhehenemi. Padyshim që ata, për nga pikpamja fetare dhe morale, nuk i kushtonin ndonjë rëndësi kënaqësisë së muslimanëve, por me anë të kësaj ata kërkonin që të lanin pa kënaqësitë nga zemrat e tyre, në mënyrë që të jenë të sigurt nga reagimet e tyre në të ardhmen dhe të neutralizojnë urdhëresat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me mosshoqërimin e ta. Por, Allahu i Madhëruar, me anë të shprehjes, nuk është i kënaqur me popullin e pabindur, i paralajmëron muslimanët se këta janë të pabindur dhe nuk duhet të tregohen të kënaqur me ta. Këto janë kurthe, të cilat i vënë përpara rrugës së tyre, prandaj duhet të jenë të zgjuar që të mos bien pre e këtyre kurtheve, pra bëhet fjalë për besimtarët që mos të bien pre e kurtheve dhe betimeve të rrema të hipokritëve. Sa mirë do të ishte që muslimanët, në çdo kohë dhe në çdo epokë, të ishin të kujdesshëm ndaj planifikimeve të njohura satanike të hipokritëve, që të mos paraqiten përpara tyre duke shfrytëzuar të njëjtat mashtrime dhe kurthe të tyre të kaluara, dhe të mos arrinin objektivat e liga me përdorimin e këtyre mjeteve. Allahu na ruaj nga çdo hipokrit, nga mendimet e tyre, nga çytjet e tyre të këqija, sepse çytjet e tyre janë të njëjta si çytjet e djallit. Allahu na ruaj nga çdo e keqe dhe na bëf prej atyre të cilët me besimin ton triumfojmë në çdo fushë dhe në çdo vend të jetës tonë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.